Adriani është një super djalësh, por në këtë pjesë ka reaguar i revoltuar, por e ka me drejt, shumë me drejt rreth kësaj pjese. Hajde ta shikojna, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Adrian, komm, scheiß drauf, vergiss es. Du kannst den Leuten das nicht. Ne nuk kemi protestu, po kemi qenë për ditën e ndërkombëtare të rinisë që kemi qenë të ftuar nga presidenti Arudina Haxhiu këtu dhe kemi qenë në sallën e plenare. Kemi pas një seancë me të gjithë të rinj që kanë qenë dhe kanë li deputetët PDT-s që deklarojnë që do të mojnë një takim ose një seancë në sallën e kuvendit dhe kam pas një akt që nuk ka qenë i nevojshëm hiç, sepse na kemi qenë me të gjithë të rinj dhe kemi pas një organizim të shumë të mirë dhe e prishëm pak që ka qenë pak i panevojshëm për një sej politike që e insinun nga PDT-s dhe besoj që ka qenë pak një akt dhe ignorant ndaj qytetarëve që presin zgjidhje prej deputetëve dhe ja prishin edhe rinjve që kanë ardhur këtu sa shkak të ditës ndërkombëtare. Sinqerisht nuk ka faj Adrianit që ka reaguar kështu, sepse këto ditë janë kanë ditët e mërgatës për me shkue me vizitue kuvend. Edhe quhet kjo opozita që çdo herë më nesh me thonë opozitë që nuk din sen, edhe shkon bën kësi lloj skenash pa lidhje. Nuk i lën rinin e mërgatës ton me po kuvendin ton, me mësue senet më të mira, po çdo herë duke bë skena kjo opozita që për një me e ka tepru. Sa për info, i pash shumë komente që e kishin kritiku djalin, po për një me kjo nuk ka faj, edhe sa për info që i kishë thonë është i pashkull. Ky është deputet kuvendal në një qytet në Gjermani. Besoj ju kujtohet që unë kum dal edhe kum lyp vota për këtë djalës sepse është tepër i meq. Me konë sen, ja jepi mundësin me ardhë më bot deputetën Kosovës, sepse besën për ja u jepi për këtë pjesë që s'din ma mirë se sa krejta deputete opozitës që ka dush keni premi, sepse djali është tepër i meqëm. E bravo për reagimin, e veç vazhdo kështu, e inshallah që në kuvend Kosovës Adrian.